Të dashur miq të televizionit Nova, studio hapur këtu në gjuhën shqipe, mirëdita edhe një herë nga studio këtu e televizionit Nova. Tema aktuale padyshim do të jetë zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat janë caktuar më 5 qershor, ndërsa nuk du të lëshuar ky moment për të biseduar me bashkëbiseduesit e mi pikërisht në këto tema. Cilat parti do të marrin pjesë në këto zgjedhje? A janë krijuar këto kushte? Bashkëbisedues do t'i kem sot nga Partia për Prosperitet Demokratik, do ta kem Nexhat Bexhetin. Zotri Bexheti, mirë se na erdhët. Nga Këshilli Opozitari kemi Rufat Alilin. Zotri Alili, mirë se na erdhët. Gjithashtu edhe nga Lëvizja për Reforma në PDSH do ta kam Krenar Llogon. Zotri Lloga, mirë se na erdhët. Mirë se vjen. Zotri Bexheti, po fillojmë prej jush. Do thotë që Maqedonia tashmë 2 vite është në një krizë të thellë politike. Tashmë si shihet alternativa, do thotë, apo zgjidhet për dal nga kjo krizë? Maqedonia, si thatë, është disa vite në krizë politike, të cilët kërkesat e qytetarëve çdo herë janë sedimentuar në formë dhe janë shprehur në formë të protestave. Edhe ky sistem politik që është installuar disa vite me radhë, çdo zgjidhje qytetarët si punëtorë, si qytetarë, si artistët tentojnë të zgjidhin problemet me anë të protestave. Protestat janë bërë një formë normale në këtë shtet, pasi ky shtet nuk ka sens të ndëgjojë qytetarët tjerë, të cilët nuk janë përkatësisë politike të këtyre klasave politike të cilët e udhëheqin këtë shtet. Klasat politike që udhëheqin këtë shtet momentalisht e kanë degraduar shtetin, e kanë minimizuar zhvillimin e shtetit, si në aspektin politik, social, po ashtu edhe ekonomik. Standardi jetësor është rënë në minimalen, edhe shtetet tjera për afër në kanë kaluar ekonomikisht të themi, si edhe Kosova ka ecur përpara, kurse ne kemi stagnuar, si po ashtu edhe me anëtarësimin në NATO dhe në BE, kemi ngel shumë prapa. Dhe gjatë vite këto janë sedimentuar dhe qytetarët tashmë në fund kërkojnë një zgjidhje patlume për këta, pasi shumë vite njerëzit janë dëshpëruar dhe rinia dita ditës migron nga këto qytetet tona dhe jemi dëshmitarë shumë se dita ditës po shteremi si qytetar, si popull dhe si shtetas të Maqedonisë. Zgjidhja do të ishte tash, pasi u alarmuar në opinionet dhe faktorin ndërkombëtar është kyçur që të bëjë zgjidhje, pasi u zbuluar anomalit udhëheqëse të pushtetit disa vite, të cilët kanë rrjedhu faktet me të cilët është rënë demokracia në shtet dhe njerëzit e kanë humbur besimin se një ditë mund të ketë një zgjidhje fatlume të mirë dhe pozitive. Dhe zgjidhja patjetër të ketë zgjidhje, nuk mund të shkojë deri në tashmë jemi në ambis, por përsëri zgjidhje do të ketë. Zotër Aliti, si e shihni ju zgjidhjen, si mund dalë Maqedonia nga kjo krizë politike? Zgjedhjet janë alternativë apo do i qeveri teknik, apo si e shihni ju tek Këshilli Opozitar? Gjenealogjia e këtij problemit që se kualifikohet me terme nuk është më krizë politike, po është krizë shtetërore. Maqedonia është para një krize të thellë se a do të jetë ose nuk do të jetë, si dilema hamletiane. Pse them këtë? E them këtë për një shkak. Krizë politike quhet kur ke parlament funksional, po ke divergjenca për koncepte politike se si duhet të funksionoj shteti. Maqedonia me zbardhjen e përgjimeve në mënyrë esenciale u kuptu se legitimiteti atyre cilët përfaqësojnë politikisht ka qenë i vjedhur. Kjo është parimi numër 1. Qofse ke legitimitet të cilën e ketë vjedhur, proklamohesh edhe e ketë vjedhur nga ajo që kuptohet nga përgjimet, parimisht do të thotë nuk ke sistem demokratik në atë shoqëri, nuk ke parlament. Kjo është parimi numër 1. Me zbardhjen e këtij fenomeni, parimisht bashkësia ndërkombëtare e kuptoi seriozisht se në çfarë problemi të thellë gjendet Maqedonia. Dhe oferta e parë që erdhi nga Bashkimi Ndërkombëtar me trysnyn e vet, faktikisht me atë ndërmjetësimin e vet që bëri, ju arrit deri te marrëveshja e Prishtinës. Marrëveshja e Prishtinës me insistimin e faktorit ndërkombëtar ishte një prej formave se si mundet ky shtet me ato institucione të cilët i kishte të brishta dhe jo legjitime të dalë nga kriza politike.
dhe u krijuan ato institucione parimore, do thotë u kthy opozitën që në parlament, kjo është forma e parë të krijimit një parlamentit normal, funksional, shoqëri demokratike. E dyta ishte krijimi i institucioneve të cilët do të zbardhnin këtë fenomen, për shkak se drejtësia si themeli një shteti juridik ishte e vdekur tërësisht, do thotë prokuroria ekzistuese e Republikës Maqedonisë për të analizu faktikisht për t'i procesu ato raste cilët dolen nga përgjimet dhe u kriju një institucion kyç i cili do t'ja ruante shtetësinë shtetit Maqedonisë. Ai ishte Prokuroria Speciale në Republikën e Maqedonisë. Të gjithë palët e nënshkruan këtë me garantimin e bashkisë ndërkombëtare. Filloi procesi dhe u caktua një datë për zgjedhje, po para datës zgjedhjeve kishte 3 terme kyçe, të cilët në shoqërinë demokratike janë shumë të rëndësishëm. Do thotë liria e mediave, ndarja e shtetit nga partia ose nga regjimi, edhe e fundi që ishte shumë me rëndësi, mbi të gjitha këto ishte pastrimi i listës zgjedhore ose një vot, një njeri. Të gjitha këto ishin parakushte themelore që të arrit njërë të data e zgjedhjeve. Por ajo që ishte kyç për ndalje nga ky proces ishte prokuroria speciale dhe këtë bashkësia ndërkombëtare insistoi që të krijohet si ishte forma e vetme anë të cila fenomenet do të procesohen. Ajo që ndodhi me abolicionin, do thotë me amnestin cilën e bëri presidenti Ivanov. Ajo ishte grusht ndaj shtetit juridik, ndaj asaj që ngeli nga shteti, quajtur shtet juridik, ishte prokuroria speciale, e cila pati mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare. Dhe në atë moment që i dha grush shtet prokurorisë speciale me amnestit atyre njerëzve të cilët duhet kishte dhe ende, po bisedohet që të ketë në kuptimin e fjalës procese për të zbardhuar të vërtetat. Rreth asaj, definitivisht ne u futëm në krizë shtetërore. Dhe kjo në të cilët gjendemi tashti është krizë shtetërore në cilët gjendet Maqedonia. Si o zgjidhja? Paramisht. Zgjidhja si është këtu? Ka ende shpresë. Parlamenti ende është me mundësi në bazë të njerëzve cilët e njohin drejtën kushtetuese. Ekzistojnë ende forma që të thirret parlamenti një sesion të veçantë, atë të cilën momentalisht po e bën bashkia ndërkombëtare. Sidomos përcaktimi i një përfaqësuesi ose lehtësuesi special nga Gjermania ditën e djeshme ishte sinjal se sa e thellë është kjo krizë shtetërore në këtë vend. Se sa e thellë. Unë besoj se këto janë ditët e fundit, të cilët o do t'i jepet kahje pozitive këtij procesi për të ndërtuar shtet normal, demokratik dhe hapen horizonte të reja për të jetuar si qytetar normal në këtë shtet dhe për të bërë pjesë e Evropës, ose ne do të marrim kahjen tjetër që unë nuk besoj se do ta merr Maqedonia në bazë të rrethanave në cilat do të gjejmë. Për këtë që ka piknisi esenciale për dal nga kriza është që zotëri presidenti Ivanov ta tërheq abolicionin. Parlamenti ka fuqi, mund të mblidhet për atë qëllim ta çfuqizoje, pasi ka nen i cili i lejon parlamentit për këto situata dhe prej aty do të nisi përsëri ta vë në binar procesin. Zotri Lloga, si e sheni zgjidhjen, do thotë si mund dalim nga kjo krizë? Do më thonë të kyqen për situatën politike aktuale për dalë deri te zgjidhja. Maqedonia gati se 25 vite vetëm se riciklon kriza të një pasnjëshme. Do më thonë shqiptarët kanë qenë ato të cilët i kanë vuajtur këto trauma shtetërore të sistemit. Dhe problemi i krizës aktuale politike është ky sistem. Do të thonë sistemi i pabarazisë. E para është etnike, mandej fetare, mandej kulturore dhe vinë edhe sociale, politike dhe gjitha tjera. Domethënë ky sistem prodhon krizë. Edhe në rast se do të kishim një zgjidhje të momentit, ky sistem përsëri do të prodhonte krizë sepse sistemi është në vete i bazuar në pabarazi. Dhe ky sistem prej 91-shit, mandej në 2001-shin u vërtetu se nuk është funksional për shqiptarët. Ky sistem vetëm se mban paqen në kurriz të shqiptarëve. Dhe unë mendoj se kjo që ndodh momentalisht në Maqedoni është një manifestim jo real i situatës vërtet që ndodh këtu. Gjithë opinioni ndërkombëtar vihet në dieni sepse këtu ka një proces të manipulum zgjedhor, ka një proces të manipuluar gjyqësor, mirë po e vërteta është se fshihet dhe kamuflohet një vërtetë shumë e madhe. Këtu ka një ndarje shumë të thellë etnike, ka një babarazi shumë të thellë ekonomike, financiare dhe me ndihmën e dy partive politike qeverisë shqiptare, partisë Zotrit Thaçi dhe partisë Ali Ahmetit, kjo e vërtet është e kamufluar dhe duket sikur problemi qëndron vetëm te pala Maqedone dhe se
kjo që ndodh tani, shqiptarët i gjenën mirëqenie dhe diçka, që është krejt e kundërta. Domethënë, mendoj se Maqedonia përsëri gjendet në pikpyetjen e madhe të ekzistencës së saj dhe ne nuk mund ta paguajmë çmimin të ekzistencës së Maqedonisë. Shqiptarët nuk mund të mbajnë në vete akoma çmimin e ekzistimit të Maqedonisë në këtë qytet. Dalja e krizës është që të sigurohen kushte për zgjedhje të fair, të lira dhe demokratike, kushte të barabarta. Kjo jo sipas modelit të LSDM-s dhe marrëveshjes së përgjinës, sepse aty ndërruhet vetëm interesi Maqedonas dhe kemi dy parti shqiptare të cilët nuk e kanë hapur gojën se sa do të ndodhin këto. Kemi lista zgjedhore të papastruara dhe BDI-ja përpiqet që këto lista zgjedhore ta ketë si flamur për shqiptarët që të pastrojnë lista, kurse me këto lista zgjedhore ne po na vjedh deri 150.000 vota. E njëjta ndodh edhe me partinë e zotrit Thaçit, domethënë do duhet një periudhë e cila do të stabilizoj institucionet, do duhet një gjykatë speciale për t'i dënuar këto kriminal, sepse ky sistem anormal që ka organizuar zgjedhje të padrejta, zgjedhje të kriminalizuar, normalisht që ka prodhuar institucione kriminale. Domethënë ky sistem i trinomit BDI, PMTH dhe VMRO ka prodhuar një Ivanov që thelloi krizën. Dhe ky sistem besoj që do të thellojë akoma më shumë nëse do të lihet në dorë këtyre personave. Prandaj mendoj se e para do të ishte një zgjedhja e një qeverie të ekspertëve, gjithëpërfshirëse, ku do të ishte njerëz të etabluar në skenën jo vetëm politike, por profesionale, që ta çonin vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe demokratike dhe fill pas kësaj shqiptarët të marrin përsipër ndrymin e kushtetutës dhe të vendojnë sistemin e barazisë në këtë vend. Po. Zotri Beçeti, po kthehemi tash si duket nga gjithë kjo debat, po del se kyç do të thotë për dalje nga kriza do të jetë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Mendoni se janë kriju kushtet me këto reforma të cilat janë bë? Zgjedhjet, për të mbajtur zgjedhjet nuk ka kushte akoma, pasi ne dulëm nga një problem e tash të him në probleme tjetër, i cili do të gjenerojë dhe do të rritet spirale tjetër e do një dhune e re e pushtetit dhe qytetarëve. Prandaj ne decid kemi qenë se me këtë formë, me këtë mënyrë të zgjedhje nuk do të marrëm pjesë në zgjedhje dhe besoj edhe partitë tjera politike, pasi BDI dhe VMRO akoma kanë atutet e veta, me të cilët mendoj se përsëri mund t'i vjedhin zgjedhjet, pasi nuk është bë as pastrimi, as mediume. Si parti cilat janë çështjet të cilat ju tangojnë që mos të shkoni në zgjedhje? Ja, na tangon neve pikës pari lista zgjedhore, konfuzitet akoma ka, nuk dim akoma numrin e saktë të zgjedhësve. Pastaj liria e mediumeve nuk është, po ashtu nuk është rregulluar me ligji, mediumet nuk keq përdoren nga pushteti. Ne si parti më të vogël nuk kemi qasje në mediume, ja, PPD për shembull me shumë mediume i bën obstruksion dhe nuk e thirr, ju jeni pare shtëpi e cilë keni thirr një përfaqësues të PPD-s këtu të flase. Kjo është një formë, një bindje neve që na bindë dhe partitë tjera se mediumet nuk janë të lira, kanë cenzurë akoma, duhet të lirohen dhe të marrin gjithë hapësirën, gjithë partitë të njëjtës, pasi momentalisht nuk dihet se cila parti është e madhe, cila e vogël. Gjithë partitë janë të njëjta, por votuesit e japin atë kualifikim me votën. Pastaj nëse shkohet në zgjedhje, kështu nuk do të pranojmë edhe partitë tjera, pasi pa mos u bën një qeveri teknike, por me mbështetje politike të partive. Edhe ne do të japim një propozim që edhe gjithë partitë jashtë parlamentare të marrin pjesë në një qeveri teknike. Edhe 5 partitë opozitate të cilët janë themelu pas zgjedhjeve, si për shembull po ashtu Lëvizja Besë, Lëvizja Reforme dhe PDSH, Uniteti, RDK edhe PPD-ja të marrin pjesë në këtë qeveri, të hapin atë kontributin e vetë, pasi mos kenë ekskluzivitet vetëm dy partitë për udhëheqjen e shtetit, pasi tash ekzistojnë edhe parti tjera dhe me publikimin e fakteve u delegjitimuan këto votuesit, pasi ato pas kanë qenë të vjedhura. Jo reale këto zgjedhjet. Nuk i besojmë se kanë qenë zgjedhjet edhe ato të kaluarat reale, pasi u publikuan se ka pat vjedhje të votave dhe prandaj e kontestojmë në këtë pushtet i cili mund akoma përsëri të vjedhë votat edhe një herë.
Krenar, kishe për të replikuar. Do më thënë, ndryshim të ajo të cilë tha që ne mund të jepshim kontributin tonë si parti jashtëparlamentare. Do më thënë, nuk është pyetja a do të mirëshim ne pjesë të participoshim qeveri ose ne. Do më thënë, do të ishte më e qartë, më mirë e formuluar, sikur kjo qeverit ishte ekspertëve dhe ne askush mos ishim aty brenda, bilisas këto parti që janë. Për shkak se partitë politike shqiptare nuk po mund të bëjnë, do thot as jashtë qeverisit. Po, ka qenë edhe një debat cilëm e kemi pasur edhe brenda organeve partijake, kur kishim vetëm 2 parti në tavolinën e bisedimeve para Përgjinës dhe kërkoheshte me insistim që të bëhet të kyçet e faktori politik shqiptar me drejt. Edhe atëherë kam nda mendimin edhe sot rrujt njëjti mendim sepse neve do t'i dhuronim, kam thënë atëherë, edhe 2 vota më shumë thuja VMRO, DPMN-s dhe Nikola Gruevski në tavolinë e bisedimeve dhe doli që ishte e drejtë ajo hamendësia jonë sepse ne i dhurum edhe 2 vota më shumë në tavolinë e bisedimeve VMRO-s dhe sot kemi realisht një tërës bisedime të Përgjinës ku kemi nga njëra anë 3 parti politike të cilët janë nën orbitën e VMRO DPMN-s, nga ana tjetër është në partia LSDM-s, e cila deri diku arrin për interesat veta, jo tonat, arrin që ti ruaj disa elemente themi të demokracisë. Zotëri Alili, nga Këshilli Opozitar, mendoni që janë kriju kushte për të shkuar në zgjedhje dhe si është do të thotë ai vullneti tek ju? Parimisht ekziston një postulat, një aksion, një rregull. Njerëz të cilët krijojnë problemin nuk bëhen pjesë e zgjedhjes. Maqedonia në këtë gjendje politike që gjendet sot është rezultati i këtyre të cilët ulen në tavolinë dhe dëshirojnë të gjejnë zgjedhje. Ky është parimi kyç. Ashtu sikur që në çdo lojë normale, se dhe politika është një lojë, ka rregulla të cilat atë qeverisin. Në qoftë se në lojën e futbollit dikush merr kartonin e kuq, ai është i përjashtuar nga loja. Gjithë këta njerëz që deri tash mbi kokat e tyre qëndron si shpatë Demokleut, akuzat të ndryshme, ende të pa argumentuara, por të tilla këta nuk mund të jenë pjesë e asaj loje se si duhet dilet nga kjo zgjedhje. Dhe këtë mundohet faktikisht Këshilli Opozitar ta ngjallë si koncept dhe si ide, por edhe të bashkësia ndërkombëtare nga ajo të cilët e shohim përfaqësimi ose ngritja e zërit e sektorit publik dhe e qytetarëve të Maqedonisë, gjegjesisht popullit shqiptar, i cili mbi kurrizin e tij me vitet e tëra janë ushtruar, është manevruar me ata dhe është ushtruar lloj eksperimenti politik, ideologjik, lloj eksperimenti me popullin shqiptar që është bë, do të thotë këto lloj njerëz e para e fillimit për zgjedhje të krizës nuk duhet të jenë pjesë e bisedave për zgjedhje të ardhshme të çështjes shqiptare, por edhe të çështjes në përgjithësi të Maqedonisë. Parimi numër 2 që është shumë i vlefshëm, çdo shoqëri normale i ke kokat e ftohta, ose ke njerëz intelektualet, ke edhe ekspertët, ata të cilët partitë politike po e thonë momentalisht. Do thotë një qeveri ekspertësh për ta nivelizuar, në kuptimin e fjalës, sferën e shoqërisë. Kur them për ta nivelizuar, pastruar dhe krijuar kushtet normale, në të cilët çdo kush me idetë, partitë politike me idetë e veta, konceptet e veta për ardhmërinë, do të garoni normalisht. Edhe e treta që është shumë e rëndësishme, se e vërteta për të plasuar në shoqëri duhet të kesh mediume, por duhet të kesh edhe gazeta, edhe portale, por edhe institucionet të cilët janë të lira në mënyrë absolute. Kur tham në mënyrë absolute, nuk janë nën kupolën e mbikëqyrjes financimit nga ana e pushtetit ose partive të pushtetit. Kjo do të krijonte bazën themelore për të krijuar kushte që të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike në Republikën e Maqedonisë. Do të thotë qeveria e ekspertëve, parimisht, angazhimi, krijimi i shoqërisë civile të fuqishme, e cila do të proteston për drejtat e veta dhe bërja e saj pjesë e negociatave për krijimin e rregullave të reja dhe mund fund dita e zgjedhjeve, atëherë do të ishte me të vërtet, ashtu si parashihet në kodin normal një shteti demokratik, ditë në të cilën sovrani ose populli në mënyrë të lirë, të drejtë,
me vetdijet plot, gjykon për fatin e ardhmërisë vet. Do thotë jep legjitimitet dikujt që ta udhëheq përpara. Pa u krijuar këto kushte, zgjedhjet nuk janë zgjidhje, por zgjedhjet janë vetëm edhe një formë tjetër e mbulimit të turpit ose vazhdimit të legjitimitetit të atyre cilët i kanë manipuluar këta. Edhe një gjë tjetër, në aspektin psikologjik do t'ua them këtë. Një njeri i cili shpejton që të ketë zgjedhje të shpejta, një njeri i cili shpejton që procesi të hetë sa më shpejt, a ka qenë pjesë e ti procesi gjatë kohë, a i ka diçka që fshe. A i nuk lejon që të zbardhet e vërteta. Ne nuk duhet të ecim në rësirë, pa e ndryquar fenomenin bukur që të caktojmë drejt se si duhet të ecim përpara dhe të shkojmë. A mund të ndryqojmë atë pas zgjedhjeve, do të pasi të Nuk mund, për shkak se legjitimohen janë pjesë e lojës, këta njerëz të cilët i kanë krijuar këta. Dhe ju e dini se në procesin normal demokratik në zgjedhje ti e ke kandidatin. Fjala kandidat do të thotë i pastërt. Nga këto procese ne dëshirojmë të ndëgjojmë nga ata të cilët kërkojnë legjitimitetin e shqiptarëve. Kush janë të pastërtit? Sa janë ata të pastërt? Për atë nevojitet një proces normal gjyqësor, që këta personalitete do të na i pastroj, që dilem mos të ketë votuesi shqiptar, pastaj ky person ishte i shtetit, ky person emanetin ose përgjegjësinë politike të cilën ja dorëzuam, e realizoi ose nuk e realizoi. Më kuptoni? Andaj është e detyrueshme një proces normal, edhe gjyqësor, edhe zbardhje në forma tjera, do të thotë protesta, njoftimi njerëzve, do të thotë qetësim, nivelizim, pastrimi situatës dhe nxjerrja nga ajo situatë të gjithë ata të cilët janë të pastërt, të vazhdojnë rrugën politike. Gjithë ata të cilët kanë në qafën e tyre dhe në gjoksin e tyre të kaluar, e cila është pjesë e kësaj krize, të kaluar, e cila na ka sjellë deri te kërkesë, ata kanë një fjalë, duhet t'i thonë popullit tyre na fal dhe falënderit, kalojnë rrugën e vet, atje përgjegjësi morale, por edhe juridike nëse ka bazë. Pisqërimo, po vetëm lidhe me nga përvoja e ynë e PPD-s, e cila kemi patur koalicione të ndryshme gjatë në të kaluar dhe kemi patur koalicion me qeveri teknike. Mirë po, qeveria teknike, sado që të jetë eksperti i fort, ai nuk është ati fuqishëm nëse nuk ka mbështetje politike nga partia. Tuhet një parti politike të zgjedhë ekspertët, ti nominoje si mandatar ose si antar të qeverisë dhe eksperti të jape raport për punën e vetë dhe partit politike është si institucion i cile edhe i jep informate e ndihmon ekspertin. Do të thonë, eksperti pa mbështetje politike do të dështim, pasi eksperti nuk ka, është një njeri individual i cili nuk ka një uri të thella, pastaj ka nevojë për ndihmë, logjistik, pa logjistik dhe eksperta e qeverisë do të ketë përse do të manipulohet. Për atë qëllim, partit politike, tash kjo qeveri nëse kalon, të zgjedhë nëse nuk mbahen me pesh, atë patjetër të bëhet një qeveri e re, ose qeveri e vjetër të funksionoje. Përsëri do ta kthej fjalën. Flas me terme si ekzistojnë, si funksionojnë shoqëritë demokratike normale. Vullneti politik është pjesa e asaj qeverie. Po këtu nuk ka vullnet politik. Atë tha shumë bukur edhe zotri Van Houten. E tha me një deklaratë se karrotat kanë përfunduar. Është koha e shkopit. Zotri Lloga, po kthehemi prapë te pastrimi i listës zgjedhore, ju si subjekt politik do thot lideri i partisë suaj keni marrë pjesë në këto zgjedhje, do thot pa pastrimin e listës zgjedhore. Pse këto tabutem, mos t'i them tabutema, këto tema u hapën pas përgjimeve, do thot kur LSDM-ja i shpalosi ato bomba. Mund t'jenë edhe ajo një farë manipulimi për të kriju një hutitje tek qytetarët? Pse ato dilema nuk u ngritën më herët? Do të korrigjoj. Edhe kur kemi marrë pjesë në zgjedhjet paraprake, ne kemi, domethënë, sulmu listën zgjedhore në kuptimin e asaj se kjo listë zgjedhore është manipuluar. Po kemi qenë pa fuqishëm për ndikun. Edhe sot nuk është problemi vetëm lista zgjedhore. Në atë kohë ne kemi, sidomos në zgjedhjet lokale të Strugës, po sidomos Strugë Kërçov, Dollnen dhe vise tjera kur ne jemi në limitet e fitores, ne kemi vërejt, kemi denoncuar rastet të letërnjoftimeve false. Kemi parë grupet organizuara se si vijnë nga Pusteci ose nga komunat përreth Strugës, të cilët votojnë Strugë. Edhe për këtë ne kemi informuar opinionin në kohë, ka qenë informuar edhe misioni OSB, Othirit, por edhe përfaqësuesit e tjerë ndërkombëtar, dhe me gjitha takimet që ka pas kryetari i joni partisë, është vënë në pah se kjo listë zgjedhore edhe në të kaluarën ka qenë e manipuluar.
Mirë po tash është momenti që kjo u bë më aktuale, sepse përgjimet më thojza legjitimun një diçka të cilët ne kishim si hamendje, ose si diçka të cilën neve nuk mund të argumentonin, sepse të gjithë institucionet tjera, policia, gjyqësia, prokuroria janë dorët e këtij sistemi. Desha të kthejmë te mund të ketë zgjedhje. Domethënë nuk mund të ketë zgjedhje të lira ferët demokratike kur nuk disa popull ke. Domethënë ka dështuar regjistrimi i popullsisë dhe me dështimi e regjistrimit të popullsisë shqiptarët rrezikojnë jo pak. Domethënë ne kjo kushtetut, ky sistem juridiko-politik nuk na njeh si shqiptar, por na njeh si numra. Derisa na njeh si numra, atëherë drejtat tona burojnë nga këto numra. Domethënë aty ku jemi mbi 20 dhe aty ku jemi më pak se 20%. Do të ishte e udhës e drejtë që spari një qeveri ardhshme, qoftë ajo teknike, eksperte, të bëj regjistrimin e popullsisë që dihemi sa jemi ne shqiptarë, po jo kjo që është primare, do duhet dihet sa janë edhe maqedonasit. Nuk mund të kenë maqedonasit luksin e asaj që të thirrën që janë shumicë. Do duhet t'i numërojmë edhe ato. Me kujdesin që kemi edhe ne mundësinë që t'i numërojmë ato në Strëmic, në Veles, apo në Vetmarimit, ku ato janë ekskluzivisht pastër Maqedonë. Një paraqitje reale. Reale popullsisë. Kjo do t'i paraprintje një parzgjedhje të ferë të lira demokratike, normalisht pastrimi i listës zgjedhore. Problemi tjetër tek shqiptarët është njësitë e ndara, 6 njësitë e ndara politike, plus edhe problemi me njësitë e diasporës. 6 njësitë e para, ku zona numër 6 është për disa mira vota më shumë se zona numër 3 dhe 4 dhe me automatizëm shqiptarët humbin më spaku deri te 10 deputet. Dhe kjo është për të ardhur keq kur kjo krizë politike, institucionale në Maqedoni nuk u përvetësu dhe nuk u shfrytëzu nga partitë politike shqiptare. Ato u shërbyen vetëm si dekor, që të thonë edhe ne ishim aty, ose por njëri nga ato lideret, mund të them me kompetencë plot, u shfrytëzu vetëm për të bërë ca fotografi në Bruksel dhe që thotë që unë jam fotografuar në komisionerin Han, dhe është kënaqësia e jetës që ka arrit. Por nuk mund të ketë zgjedhje të lira ferë demokratike sikur gjitha këto të ishin plotësuar, kur në terren do të kishim njerëz kriminal, të cilët kanë bërë manipulime zgjedhore, do të marrin pjesë prapë në votim. Domethënë është absurd, nuk mund ndodhë në një shoqëri normale demokratike, nuk mund ndodhë në një shtet i cili është para anëtarësimit NATO, siç ishte në vitin 2008, apo se një shteti i cili ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe është kandidat për Bashkimin Evropian. Domethënë Maqedonia ka bërë disa kilometra pas drejt udhës evropiane dhe duhet vetëm një angazhim i madh i faktorit ndërkombëtar që ne të na kthejë në binaret e normales. Dhe shtuar kësaj dhe pa fajsin që mundohet BDI-ja ta luajë në këtë kohë duke venduar disa djemë shumë të ri dhe duke treguar se shiko sa pa fajshëm janë këta, kurse ato kanë bërë rreth 15 vite krim. Domethënë figurat kyçe politike, të cilët u përdoftuan edhe me video, me incizimet audio, sot nuk i kemi në skenën politike vetëm për të amnistuar BDI-n se është aq e moralshme sa të kërkojë zgjedhje të lirë demokratike, kurse janë ato pjesë bashkëpronar të fajsisë. Ashtu siç BDI krenohet për themelimin e ndonjë universiteti, për krimin e thuja liberalizimit gjoja televizijës lirë me letërnjëftime për Kosovën, ose disa arritjeve të vogla, ashtu është merit e BDI-s edhe këto shkelje që janë bërë. Është BDI-ja ka resorin e drejtësisë tash e sa vite dhe është paradur keq se si këto proceset montuara politike janë mbuluar dhe janë lënë në heshtje. Domethënë në krejt këtë katrahur politike, ne si shqiptar duhet të shohim fajin e parë, i cili ka legitimuar këto politika anti-shqiptare dhe antidemokratike, anti-njerëzore, dhe faji i parë është besoj është BDI-ja, edhe këtu nuk mund të ketë dilemë tjetër. Tek partitë shqiptare do të kthehemi pas bllokut të parë të marketingut, të kthehemi te roli i partive shqiptare. Kthehemi pas bllokut të marketingut.